Vendimi i barazimit 4-4 në gjykatën kushtetuese nuk ishte produkt i presionit frontal të qeverisë, SPAK-ut apo ndërkombëtarëve, por rezultati një loje të ndërlikuar brenda vetë mazhorancës. Burime politike tregojnë se lëvizjet e fundit u drejtuan nga klane të brendshme, të lidhura me emërimet në drejtësi, ndërsa Edi Rama ishte në dieni të plot dhe zgjodhi të mos ndërhynte. Qëndrimi i tij sugjeron një strategji të amortizuar për të matur raportet reale të forcës dhe për të mbajtur nën kontroll përçarjet e brendshme. Barazimi nuk kishte shenjë dobësie institucionale, por sinjal se loja e pushtetit po zhvillohet gjithnjë e më shumë në prapasken, larg debatit politik të hapur. 2 ditë para të premtes së barazimit 4-4, gjykata kushtetuese ndodhej në një pozicion krejt të ndryshëm, i cili u bë publik nga disa media, shkaktoi edhe një val presionesh nga të dyja krahët. Madje u arri deri aty sa personazhe mediatik që konsiderohen si PR privat të SPAK-ut paralajmëruan sikur të ishin prokuror, se pas vendimit mund të arrestohej ndonjë antar i gjykatës kushtetuese. Në të vërtetë, e gjitha kjo u duk më shumë tym se sa zjarr, pasi nëse do të kishte presion kapital pra nga qeveria, nga SPAK-u apo nga ndërkombëtarët, rezultati nuk do të ishte 4-4, por 8-0, siç ka ndodhur disa herë kur është ushtruar presion politik i nivelit të lartë. Burime të besueshme bëjnë me dije se loja që është zhvilluar nga e mërkura e shkuar deri të premten ka pasur lojtar brenda mazhorancës, por me dijenin e ndoshta edhe me lejen e vet Edi Ramës.